janë të paqëndrueshme. Nuk është kjo vetëm çështje e centëve, pra nuk paguhet vetëm energjia, është çështja edhe sigurisë kombëtare. Pra është sa më e thellë që është përfshirja e SBA-ve në ekonominë e Kosovës, aq më, dhe në Ballkan në përgjithësi, aq më mirë është për arkitekturën e sigurisë të cilën SBA-t e mirëmbajnë në Ballkan. Pra Kosova do të duhet ishte në front të përpjekjeve për ta ruajtur prezencën ekonomike amerikane në rajon, sepse shkon në favor të pra kufive të cilat në rajon i mbron NATO-ja dhe SBA-ja. Kështu që kjo nuk duhet parë vetëm si çështje e centëve dhe ekonomisë. Padyshim, qeveria ka drejt në një pikë dhe besoj që nuk është vetëm qeveria në këtë front, edhe vetë deklaratat e SBA-ve publike janë që nuk po kërkohet për Kosova që tani ta zëvendësoj thëngjillin me gaz dhe as të heqë dorë nga energjia ripërtrishme. Kërkohet një diversifikim dhe shtim i kapaciteteve prodhuese, potencialisht dhe mundësisht me partner amerikan. Dhe në këtë kontekst, arsëtimet e qeverisë duken jo bindëse dhe refuzimet duken shpesh edhe problematike, sidomos kur merret parasysh as në dimensionet e tjera, ta zëm në energjinë e ripërtrishme. Ne gjatë 6 viteve të fundit nuk kemi pas as edhe një një projekt të ri, përveç 2 projekteve të erës të cilat vetëm u inauguruan nga qeveria Kurti, por ishin projekte të miratuara në kohën e qeverisë Haradinaj. Pra, në 6 vite nuk kemi pas as edhe një projekt të energjisë ripërtrishme, dhe tani që paprit mas na kap një lloj shqetësimi apo paranoje se mos gazi tani po na devijon strategjinë energjetike. Në një kohë kur realisht kjo qeveri ka çalu shumë të çështja e kapacitetit prodhuese, duke e thelluar varësinë e Kosovës nga importet. Pra thoni se nuk ka as argumente faktike për këtë qëndrim që deri tani e ka mbajtur publikisht qeveria në detyrë. Argument do të ishte nëse po kërkohet për Kosovës që të kaloj krejtësisht në gaz, kjo do të ishte problematike. Argument do të ishte nëse imponohet diçka e padrejtë ekonomikisht, ose nëse ka shqetësime për transparencën, kush do të fitoj këtë projekte, sa do të jetë kosto, domethënë ka arsye Kosova për të pasur pyetje të veta, mirë po refuzimi a priori, madje në disa rrethe edhe shpërndarja e teorive konspiracionit se bëhet fjalë në fakt për gaz rus, që vjen nga media dhe grupe mediatike të afërta ose të mbështetëse të qeverisë. Kjo është padyshim shqetësuese dhe problematike. Se a ka hapësirë për debat, se a ka nevojë që çdo gjë që vjen edhe nga SBA gjithsesi duhet shqyrtohet në mënyrë kritike, por jo me këtë lloj animoziteti dhe me këtë lloj trajtimi sikur po bëhet fjalë për një kërcënim për sigurinë e Kosovës, kur në fakt kjo është diçka që i hap disa mundësi pozitive për ekonominë dhe sigurinë e Kosovës. Kur e përmendën zoti Maliqi çështjen e këtyre dezinformatave se po bëhet fjalë për gazin rus, pikërisht edhe gazi rus dhe Rusia në fakt është përmendur edhe në atë që ishte apeli i parë publik që Bërjanu prati pati lidhur me këtë çështje, është përmendur pak a shumë dhe është lënë të nënkuptohet se mos pjesëmarrja ose pjesëmarrja në këtë projekt e jep edhe një ide dhe një pasqyrë threshtimit që Kosova do ta bëjë me Amerikën ose Rusinë. Po, absolutisht. Pra, doktrina e dominimit energjetik të cilën SBA po e ndjekin në Evropën lindore, synon që ta heq krejtësisht gazin rus, duke zaventuar ata me gazin e lëngshëm amerikan, i cili po vjen në portet të ndryshme europiane, në gjitha cepat e Evropës prej Gjermanisë, në rastin tonë në Greqi ose në Kroaci, në Ballkan, dhe aty rigasifikohet dhe përmes tubacioneve, domethënë shumica e vendeve të Evropës lindore, përfshirë Serbinë, po i vjen radha asaj, eventualisht do ta zaventësojnë varësinë nga gazi rus në gazin amerikan. Një argument që po përdoret në Kosovë, rrajshëm do thësha unë, dhe në mënyrë manipulative, është se Kosova me që nuk ka kurfar gazi rus, nuk ka nevojë që të bëhet pjesë e këtyre nismave. Problemi qëndron te fakti që Kosova nuk është ishull i izoluar. Infrastruktura energjetike kalon edhe nëpër Kosovë, dhe Kosova importon energji nga rajoni. Kështu që sa më shumë që shtohen kapacitetet prodhuese brenda Kosovës, e faktorizojnë Kosovën më shumë, sa më shumë që shtohet infrastruktura tranzite në Kosovë, e faktorizojnë Kosovën më shumë,
Përndryshe, nëse Kosova nuk bëhet pjesë e këtyre projekteve të gjenerimit të energjisë, shumë lehtë mund ta parashojmë një skenar brenda disa viteve, 50 viteve, ku ne do të importojmë energji amerikane, po do ta importojmë edhe nga Serbia dhe nga rajoni, në vend se ta kemi këtu në shtëpi. Te rajoni ka qenë edhe një ide që më pas e kishte nxjerrë në publik në fakt pak para se të përfundonin të mbajnë zgjedhjet, Albin Kurti, kryeministri i tyre,